S'mi ka hap kur ta dyrë. Po kur kam pas nevojë kush mi ka hap dyrt, Elia ka kthy. Ama jam të kthy nështë ma shumë se që duhet. Edhe ndaj ka herë duhet me thonë ma shumë jo se po. Ka njerë duhet me thonë ma shumë jo se po. Që t'jesh rahat me shpirtin tanë. Edhe unë veproj, në situata veproj shpesher me zemër. Si jam natyre dhimshme, edhin. Sot do që jam e fort, sot do që... Nuk është se dukum, jam. Por realisht për Zotit, për diçka unë kam shumë empati. Për çdo gjatë vogël. Edhe nëse është puna për një bubres, kam qef, ja liroj rrugën, ose është kur bjen në gotë mono me nxjerr, por kur është puna dhe për një me bot keqen, nuk ja la 100 e sekondit, edhe nuk ja fali. A kupton? Jam ndoshta edhe ekstreme në disa raste. A je strikte edhe si nan, a je me vajzat, ajo nana që mundohesh me i marrë këtë balancin e posë dhe jos, duke marrë parasysh edhe ndrimin e gjeneratave, për shembull. Nana e me ka kënë strikte me mu. Me vlajnë, njëse iku, ka kënë bëjagi, po iku në migrim vlajnë që 13 vjetë, ka kënë koha në atyre me anije, ka kënë strikte me mu. Por, nga që kena rritë, thash në atë kohë, s'kena pasë skudzimin me i thonë, po të zotë me i thonë jo. Po të ka plas shpulla të rive, që për zotë të ka dalë sytë dzidza, e të ka plas gjakun murë, sepse edukata, ne kena marrë edhe dajakun, ne kena marrë më sëndi për të mirë qënë, sepse s'kena guzu, tash, as me kësuj fjale, po s'u bate fjale. Ndoshta në ka ba dhe mirë, a ndoshta nga që fmitë tonë, i ne ki thash edhe herë edhe për para minutash që i kena rritë ndryshë, se sho, jam strikte, po mundohem edhe mi i kuptu. Mundohem i kuptu. Nane e kam pas edhe strikte, po e kam pas edhe shoqe, nikosisht. Nga që nga ka rritë e vetme, ka pas frikë se ishte koha vështirë, po marrë rrugën e keqe, si qdo nanë. Mësë me ndajt me shoqnit keqe. Edhe... Po unë jam pak ma se koha ka ardhë ndryshe. I bërtit vajzëve të mija ma shumë se 2 herë t'i varin të rritë. Shkasin gjithë ditën. Kush me gjithë ditën është regu, se e di që pajto është ndarkë. Po edhe gjithë javën. Po edhe unë fakt realisht jam tip që me të hatri për fëmijëve. Pse me të hatri? Sepse mundohëm me ja plotësu gjitha. Mundohëm edhe një nanë që, edhe një babë që mundohet fëmijët vetëm këtë kohë me ja plotësu gjitha që nuk është edhe kollajt. Realisht është materializmin kam. Edhe fëmija mendoj që s'duhet me fluturu pak me presh. Unë mendoj që duhet me edit, po në është ta kur të bajnë vetë prind. Po dhe të bajnë vetë prind ata, a kena kohë na me prit. Me këthy fëmija me të njëtën monel. Po gjithë se si, nuk e di, inshallah kena bëf fëmijë të hajrit, edhe inshallah Zotit, na e këthen Zotit si e kena zemrën të fëmija. Unë nuk du ma shumë. Vetë si e kam zemrën, jo që unë e meritoj, jo, vetëm thjesht si e kam zemrën. Zotin e shef zemrën. Unë mendoj me zemrët shumë të në kosë. Por realisht duhet me logjiku ma shumë me tru. Kështu thonë, po mandej, kur e ke këtë zemrën edhe këtë ndjeshmërin, para atyre momenteve, gjithmonë zrjedh zemrën me përpara. Të ndalë para shumë gjanave. Po të thash, inshallah është problema, edhe unë mendoj që e që e ka me të futme, rrinë sa rrinë, në ujë mëse e delë si përfaqe, e zbulohen të na, mëse e qopa. Edhe njëri ma shumë hup koha është flori, edhe gjëna me hup kohën me këto njerëz, ndaj lutja është Zot në largo njëri jo në keqë. Dhe kjo çështja e kohës, po ta kishim këtë mundësim, besoj gjithë se cili prej nesh, jo një, po... A ju vjen kesh pipa kuj? Jo, mos e ndro dorën. Çështja e kohës, po thoja që gjithë se cili prej nesh, i kemi ato pengjet, e si kur me ndru kohën, do kisha po këta, do kisha po këta, po me pas kohën edhe me pas mundësin, me bo veç edhe një bised një herë me dikë që s'është ma, ose me i një zoni një herë. Kush do ishte ai person për Elin? Gjyshi. Edhe në ndaja, edhe gjyshi, si me thanë, po gjyshi ka pas muhabet. Gjyshi ka titë, kurse në ndaja ka kënë ma si nanat. Edhin, po flasë për këta që si kam. Ka kënë fanatike. Edhin, edhe me një fanatike s'ke qa fletë ma shumë se traf kanceri, traf pika, shko vesh më të gjata, e ki për asysh. Më të thush, se gjithë kush fletë për gjyshin e për gjyshin e vetë. E drejt është kjo. Edhe pika i raft, kush nuk fletë mirë, për gjyshin, apo për familjarët e vetë. Ama unë e kam pas veçantë. Edhe raportet dallojnë prej njëri të njëri. Se në rritin momentin kër ishin më të vegjën, më ka gjetë 2 vjeqe. A kuptan. Edhe, nuk e di, dhe 14 vjeqe e pak.
Nuk jetoj gjatë, po një të sa jetoj si mret. Dhe i vishtë ato këpucët, si ka kënë koha, se ka kënë shumë të majton. Dhe më thënë, i vishtë ato pucët kanë kënë kështë si me rjetë, të pëhardha, të bukra, edhe ne e mashim